Një ditë e zakonshme është që dona 24/7 dona me ditë sa e kom sheqerin. Nëse nuk e di sa e kom sheqerin nuk muj me funksionu. I bën dikujt alarmi, paska sheqerin dikujt. Kjo është Lisa Mehmeti, studentja 21 vjeçare që jeton me diabet që nga mosha 6 vjeçare. Faktikisht unë shumë pak e maj men vetëm pa diabet, mirë po e di që në fillim u kom pak shok edhe kom menu që kur dalë për spitalit, kom e më kalu, kur kom dalë për spitalit e kom kuptu që është smundje kronike edhe që kom e jetu me që gjendje shëndetësore, po me përkrahjen e familjes teme kom kuptu që gjithçka është e kalushme nëse e shenë në një mënyrë pozitive, prandaj edhe kom formu organizatën tip Njomën që me ngrit zonën dhe mu bashku si komunitet. Historia e saj me diabetin tip 1 ka ndikuar drejt për drejt në vizionin e organizatës së themeluar nga vet ajo, tip 1 ëmbël, që fokusohet në rritjen e vetëdijësimit dhe avokimin për kushte më të mira në vend. Me 14 nëntor në ditën botërore të diabetit, organizata tip 1 ëmbël organizoi një event sensibilizues që mblodhi së bashku komunitetin e personave me diabet tip 1, institucionet dhe mbështetësit e kauzës. Hapat e parë të organizatës kanë qenë kohë gjatë vështirë, po që thashë edhe për gjendjen temë shëndetësore, nëse e ki përkrajnë e mirë, edhe organizata ka vazhdu me qenë shumë mirë, në hapat mirë, prandaj edhe tash që kemi përkrajnë e komunës Prishtinës, që përra mundsoj me një zyre në Pallatin e Rinis, është një hap shumë i madhë për neve, ku mundemi me pas një hapësirë ku mbledhemi kështu jo veç për ditën botërore të diabetit. Në event u prezantua një instalacion simbolik i përbër nga lapsa gjelpëra të përdorura nga personat me diabet tip 1, i konceptuar për të reflektuar barën e vazhdueshme fizike dhe emocionale që shoqëron menaxhimin e kësaj gjendjeje kronike. Një ditë e zakonshme është që dona 24/7 dona me ditë sa e kom sheqerin. Nëse nuk e di sa e kom sheqerin nuk muj me funksionu. Do me thonë edhe para se me pa që të event jëmë dasht me ditë sa e kom sheqerin për me mujt me dalë këtu në skenë me folë. Një jëmë shumë e mësume me gjendjen temë shëndetësore. E kom lifestyle. Do me thonë as nuk e një vetën pa diabet, po mirë pone edhe njerëzit që diagnostifikohen që tash në moshën temë, du mi u tregu edhe me i motivu që qaq bëhet pjesë e jetës, so që as nuk, normal që e vren, po ja merr dorën shumë. Qëllimi kryesor i ngjarjes ishte rrjedhëzimi dhe krijimi i një komuniteti ku personat me diabet tip 1 mund të gjejnë informacion, mbështetje dhe orientim drejt një jete më të lehtë e më të shëndetshme. Edhe diabeti do i thirr i diabet sanso. Jam shumë e lumtur për prindët e mi që i kam që kanë hi edhe e kanë studiu shumë gjendjen temë shëndetësore, prandaj edhe jam edhe tash ka që informume, se atëherë ka qenë shumë vështirë me i gjetë informatat. Ka pas tepër shumë njerëz me diabet në këtë event që ma kanë mush plot zemrën, që une kur kam qenë e vogël, të kisha pas mundësin me u taku me që ka shumë njerëz, i shkoni ëndër për mu, që nuk bëj veç për qata njerëz, por bëj edhe për vetën kur kam qenë fëmijë. Organizata Action for Mothers and Children gjithashtu ka mbështetur pacientët me diabet tip 1, duke siguruar materialet esenciale për 10 fëmijë të klinikës pediatrike të QKUK-s për vitin 2025-2026. Donacioni prej 15.000 euro garanton trajtim të vazhdueshëm dhe shërben si bazë për përfshirjen e këtyre pajisjeve në listën esenciale të barnave dhe pajisjeve mjekësore, kërkesë e cila u bë njohur edhe gjatë eventit. Në fillim të vitit, ne kemi përmbush zotimin tonë për durimin e 10 pompave të para në Kosovë, pompave të insulinës. Ndërsa tash, me ndihmën e komunitetit shqiptar në Zvicër, kemi ble pajisjet esenciale për përdorim të pompave edhe për një vit tjetër. Bashkëpunimi me Lisën është i mrekullueshëm. Lisa është një avokuse, Lisa është një lidere e re e cila po udhëheq një komunitet për të përfituar të drejtat që ju takojnë. Por ajo thot se kjo nuk e zgjidh problemin e fëmijëve me diabet. Është një ndihmë, është një iniciativë shumë e mirë, por është edhe një zile për organet tona, për Ministrinë e Shëndetësisë, për Agjencionin për Produkte dhe Pajisje Medicinale Esenciale, që këto produkte të përfshihen në listën e pajisjeve esenciale mjekësore. Ne sot kemi drejtu edhe një letër avokuse, në të cilën kemi paraqit kërkesat tona dhe arsyet pse pompat e insulinës duhet dhe senzorët për matje
të glukozës duhet të përfshirë në listën e pajisjeve esenciale mjekësore. Drejtori i shëndetësisë në komunën e Prishtinës, Izet Sadiku, vlerësoi angazhimin e organizatës dhe siguroi vazhdimsinë e mbështetjes institucionale. Para një viti kemi fillu aktivitetin, ndoshta Liza dhe ka tregu që kanë formuar një shoqat persona që jetojnë me diabet tip 1 dhe kemi filluar takimin e parë, domethënë para një viti me bashkëpunuesi Drejtoria e Shëndetësisë në Prishtinë, kemi bërë aktivitete përbashkëta. Besoj që do të vazhdojmë edhe me aktivitete tjera dhe me gjetë mundësi që me përkrah për aty që ka shumë rëndësi për kraja kategorisë, e kësaj kategorie duke pas parasysh se zakonisht shumica e këtyre të smurë janë smurë pacientat moshës fëminore dhe ka nevojë gjatë gjithë jetës pastaj për përkrahje për insulinë. Ngjarja u përmbyll me shfaqjen e një filmi të shkurtër mbi diabetin, që transmetoi një mesazh të fuqishëm për komunitetin dhe institucionet.